Eid Mubarak prej meje dhe vllaut tim Ebu Bekrit. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammada wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Flok të matës. Të dashurit e mi, pyetja shtrohet çysh të sillemi pasi që kemi agjeruar tër Ramazanin, apo dhe fillon Bajrami me lejen Allahu te baraka wa taala. Të dashurit e mi, fillimisht kur zgjohemi nga xhumi, apo pastrohemi të dashurit e mi. Domethënë është e preferuar ose e dëshiruar që të marrim ghusl të dashurit e mi. Domethënë që ta pastrojmë tër trupin me lejen Allahu te baraka wa taala. Të dashurit e mi, atëherë i veshim rrobat më të mira që i kem, pastaj parfymosemi dhe i hajmë disa hurme, domethënë 1 ose 3 hurme të dashurit e mi. Mirë po hurmet duhen që të jenë tek të dashurit e mi. Mirë po pyetja shtrohet, pse me hangër hurme, apo? Është thjesht të dashurit e mi që ne mos me shku në xhami, në shtëpinë e Allahut te baraka wa taala, sikurse që kemi qenë agjerueshëm. Apo? Na, barakallahu fikum. Pastaj, kur fillojmë me shku në xhami të dashurit e mi, me fal Bajramin, me lejen Allahut azza wa jall, është prej sunetit, apo është prej sunetit, nëse shkojmë në kam, mos me u kthy në të njëjtën rrugë që kemi shkuar në mesxhit. Apo, por me u kthy ndonjë rrugë tjetër të dashurit e mi. Allahu Ekber. Atëherë e recitojmë ose e thojmë sa më shumë, apo Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illa Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahi alhamd, Allahu Ekber të dashurit e mi. Për fund të dashurit e mi, kur të ja bëjmë njëri tjetrit për haj Bajramin, apo është mirë që ne besimtarët të dashurit e mi, apo që ne vëllezërit të përqafohemi në mesveti, apo Allahu Akbar. Gjithashtu edhe motrat në mesveti me lejen Allahu xhalla xhelaluhu. Pse? Sepse nesër të dashurit e mi është një ditë prej ditëve më të mira. Allahu Akbar. Të dashur vëllezër dhe motra, taqabbalallahu minna wa minkum. Elus Allahu xhalla xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që secili prej jush të ia pranon ibadetin që ka bërë për hir të Allahu xhalla xhelaluhu. Eid Mubarak prej meje dhe vllaut tim Ebu Bekrit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të zosh që kom taiga? Taiga? Ja kom që kom, bismillah. Ja, mein Schatz, du bist mein Schatz? Du bist mein Schatz? Jo, willst du mich beißen? Oh, ich hab dich lieb. Oh, ich hab dich lieb. Oh, ja. Allahu Akbar, lillahi alhamd. Oh, meine Lucia. Ja. Oh, jo, ich hab dich auch lieb. Willst du jetzt weg? Ja, dann geh weg. Allahu Akbar, lillahi alhamd. Ja Allah, te krijuesin më mirë, ja Rabbul Alamin. Unë kamera është në rregull. Sot pak nuk jam i përgatitur, por alhamdulillah